Me rastin e muajit të Ramazanit është shtruar ky iftar në cilin kanë marrë pjesë rreth 500 besimtar, qytetar dhe zyrtar të institucioneve të ndryshme në Prizren. Imami i kësaj xhamie Enes Limani tha para të pranishmëve se të gjithë besimtarët musliman duhet të jenë të bashkuar në forma të ndryshme dhe lutjeve tek Krijuesi. Ndërkaq kreu i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren Besim Berisha falenderoi të gjithë ata që mundsuan organizimin e këtij iftari në këtë muaj të veçantë për besimtarët musliman. Pjesë e këtij iftari ishin edhe këndimi i ilahive dhe i pjesëve nga Kurani që zgjuan kërshëri tek pjesëmarrësit.